Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur këta biftek që janë vërtet shumë të shijshëm. Mund t'i quani qofte, mund t'i quani rom stek të mbushur, sipas dëshirës suaj, mund ta vendosni emërtimin. Unë ju sugjeroj që t'i provoni patjetër, pasi të gjithë do të kënaqen. Do bëhet receta juaj e preferuar dhe përgatiten shumë lehtë. Në blender do shtojmë 400 gram fileto pule dhe do t'i kalojmë për pak sekonda derisa të grihen plotësisht, ja kështu si shihni në video. Pasi masa është gati, do ta vendosim atë në një enë. Pra do vini re që mishi i pulës bëhet si një brum, por mos u shqetësoni, pasi me përbërësit shtesë që do shtojmë, do punohen shumë lehtë. Do shtojmë një qep të vogël të grir holl, 2 speca të grira holl, një të kuqe një jeshile, 2 lugë vaj ulliri, 2 lugë bukë e thekur e grir, krip, peper i zi, spec të kuq, hudhër dhe rigon. Masën do ta përziejmë shumë mirë, mund ta përzieni me ndihmën e një lugë ose me ndihmën e duarve, derisa të formohet një masë e njëtrajtshme si një brum qofteje. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. I lyejmë pak duart me vaj, marrim një pjesë të tyre, e hapim kështu dhe i mbushim me djath. Unë kam zgjedhur djath të shkrir, bebesh, pasi e preferojmë më shumë në shtëpi, por mund t'i mbushni edhe me djath kaçkavall ose djath pice ose djath të bardh, si ti preferoni ju. Me djathin tuaj të preferuar ose me djathin që ju gjendet në frigorifer. I mbyllim mirë dhe japim formën kështu si tregohet në video. Dhe i skuqim. Unë nuk kam përdorur doreza, por nëse dëshironi mund të përdorni edhe doreza. Unë më shumë i besoj pastërtisë së duarve sesa plastikës së dorezës, prandaj i përdor edhe rrallë në kuzhinë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë që të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. I skuqim mirë në zjarr të ngadalë, duke kthyer her pas here derisa të marrin këtë ngjyrën e bukur që ju shihni. Provojeni dhe do më kujtoni gjatë për shijen e tyre, pasi bëhen vërtet shumë të shijshëm dhe janë mjaft të shëndetshëm. Pres për shtypjen tuaj në koment. Faleminderit.